Vëmendje gra, ja si të kujdeseni për flokët gjatë verës. Vera mund të jetë ashpër me flokët. Gjatë kësaj stine mund të shfaqen probleme si djegjet nga dielli, irritimet, infeksionet të ndryshme, pickime insektesh e të tjerë. Jo vetëm lëkura, por edhe flokët dëmtohen nga insekti përvolues. Gërshëra është mikesh e flokëve. Pritini flokët çdo 2 muaj. Përdorni balsam çdo herë që lani kokën. Nëse i lani flokët çdo ditë, mos përdorni gjithmonë shampo. Qëllimi i shampos është të pastrojë papastërtitë e flokut, por përdorimi i shpeshtë e dëmton flokun deri në atë pikë sa than lëkurën dhe vajrat esencial natyror që mbajnë flokët të buta dhe të shëndetshëm janë të domosdoshëm. Aplikoni një maskë javore. Siguroni që këllëfi i astëkut të jetë prej pambuku. Asnjëherë mos i mbështillni flokët me peshqir dhe ta mbani për orë të tëra. Shpëlarin e fundit bëheni gjithmonë me ujë të ftohtë.